Nga tragedia gjakmarrëse në skenën e madhe. Kush është Juela, banorja që sfidoi vdekjen për të hyrë në Big Brother VIP 5? Rrëfimi i rrëqethës i artistes që humbi të fejuarin në një masakër familjare dhe rrugëtimi i saj nga Milano në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Një jetë mes Milanos dhe rrënjëve të forta. Juela Nikolaj nuk është thjesht një imazh i bukur në ekran. E lindur në Laç dhe rritur në metropolin e modës, Milano, ajo përfaqëson gërshëtimin e një vajze me edukim europian, e diplomuar për ekonomi europiane, dhe një shpirti ballkanik që nuk haron kurrë prej ardhi. E rritur në një familje me 4 motra, disiplina dhe dashuria kanë qenë busulla e saj e parë. Masakra në oborrin e shtëpisë. Pas imazhit të qetë fshihet një plagë që koha ende nuk e ka mbyllur plotësisht. Juela mbart me vete një histori të rëndë, vrasjen e 2 fish të njeriut të saj të zemrës dhe motrës së tij. Një krim makabër i kryer nga ish bashkëshorti i kësaj të fundit, pikërisht atëherë kur Juela dhe partneri i saj po thunin ëndrat për martesë. Mendoja se dhimbja do të ishte papërballueshme, por dashuria e tij u bë drita që më nxori nga errësira. Rrëfen ajo, duke treguar se Big Brother VIP është për të një platformë rilindje. Muzika si terapi dhe ambicia për të ardhmen. Edhe pse me profesion ekonomiste, zemra e saj rreh për artin. Nga pianojat e rryma dark pop dhe baladat me nuanca orientale, Juela ka gjetur te muzika strehën ku mund të shprehë gjithë ankthin dhe forcën e saj. Ajo nuk hyn në lojë thjesht për famë, por për të vërtetuar se një grua mund të ngrihet mbi hirin e tragjedisë dhe të ndërtojë një kapitull të ri, ashtu siç i fejuari i saj ndjer kishte besuar gjithmonë.